Ndërmarrja publike që ngro kryet qytetasit, Termokos, është duke jetuar një kontratë në vlerë prej 228.530 euro, të cilën e ka lidhur vetë me 12 dhjetor 2024 me Inses, një firmë e specializuar për kërkime dhe hulumtime të pavarura në fushën e energjisë. Ajo ka të bëjë me realizimin e studimit të fizibilitetit për mbulueshmërinë e Prishtinës me ngrohje. Hetimi i saj nga vetë Termokos nisi pas interesimit të Kosova Press, që mësoi se burri i udhëheqësës së kompanisë përfituese rezulton të jetë aksionar në një biznes tjetër, ku aksionar është edhe drejtori i investimeve kapitale në Termokos, Driton Hyseni. Kjo ka ngritur dyshime për konflikt të mundshëm interesi në këtë proces. Burimet bëjnë të ditur se kontrata me Inses është nënshkruar nga ish kryeshefi ekzekutiv i Termokos, Fisnik Osmani, ndërsa menaxhimi i saj është besuar drejtorit të investimeve kapitale, Driton Hyseni. Dyshimet për konflikt interesi lidhen me raportet biznesore ndërmjet Hysenit dhe bashkëshortit të udhëheqësës së Inses, si përfituese e kontratës me ndërmarrjen publike komunale. Nga Termokos kanë deklaruar për Kosova Press se menaxhmenti aktual nuk ka pasur dieni për këto rrethana në kohën e zhvillimit të procedurës. Zëdhënësja e ndërmarrjes, Afërdita Uka, ka konfirmuar ekzistimin e kontratës, duke theksuar se procedura është zhvilluar nga drejtuesit e mëhershëm. Është vërtet se kompania ka realizuar procedurat tenderuese për një tender për studimin e fizibilitetit për mbulueshmërinë e Prishtinës me ngrohje. Qëllimi i këtij projekti ka qenë që të studioj, të analizoj aspektin teknik, profesional dhe social, domethënë se sa kam mundësi që në të ardhmen të ketë një mbulueshmëri më të madhe të qytetit Prishtinës me rrjetin e ngrohjes qendrore, dhe procedurat janë zhvilluar nga departamentet përkatëse për këtë arsye. Pjesën tjetër të informacioneve të cilat po i paraqesni jo, ne nuk kemi pasur ndjeni si ndërmarrje, nga se edhe ashtu kjo procedurë është zhvilluar në kohën e menaxhmentit të kaluar, dhe ndaj detajet e këtyre procedurave nuk i kemi edhe shumë të ditura. Ajo ka bërë të ditur se drejtori Driton Hyseni në një deklaratë me shkrim ka mohuar çdo konflikt të mundshëm interesi. Kemi marrë një deklaratë me shkrim nga kolegu që është aktualisht drejtor i Departamentit për Zhvillim dhe Investime Kapitale. Ai e mohon kategorikisht se ka çfarë do qoftë konfliktit interesit në këto raportet kontraktuale që mund të ketë ai me ndonjërin nga ata që ka qenë involvuar në këtë projekt, cilin e ka shpallur ndërmarrja jonë. E hedh poshtë këtë mundësi, ai ka një përvojë shumë gjatë në ndërmarrjen tonë, po edhe në për institucione tjera vendore ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë, dhe si inxhinier mund të ketë pasur edhe raporte kontraktuale edhe me persona të tjerë. Sipas UK-s, rasti është duke u shqyrtuar nga menaxhmenti aktual dhe nëse konstaton shkelje ligjore, do të ndërmerren masa ndaj zyrtarëve përgjegjës. Menaxhmenti i ndërmarrjes e ka marrë këtë deklaratë të tij, është duke u shqyrtuar dhe varësisht nga konstatimet do të marrë edhe masat adekuate. Çfarë masa do të merren nëse varësisht nëse veç konstatohet shkelja, do të shiqohet baza ligjore, do të vlerësohet se cilat masa është nevojshme të merret. Ka qenë vetëm një kompani tenderuese që ka ofertuar, sipas informatave që më përcollën ata, kjo lejohet me ligjin për prokurim publik të Republikës së Kosovës. Përgjegjësitë të ndërmarrjes janë të kufizuara. Për aq përgjegjësi sa mund të ketë menaxhmenti i ndërmarrjes, të siguroj se ai do të merr gjitha masat e duhura nëse konstatohet se ka pasur ndonjë shkelje, ndonjë evitim nga procedurat, shmangje nga procedurat e përcaktuara me ligjet në fuqi, ndërsa pjesa tjetër e hetimeve të më të tjeshme, më të hollësishme ju takon organeve kompetente. Kosova Press ka tentuar disa herë të kontaktojë edhe me Driton Hysenin, por ky nuk ka shfaqur gatishmërinë të flasë. Sipas të dhënave të Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës, drejtori i investimeve kapitale në Termokos, Driton Hyseni, figuron si bashkëpronar me bashkëshortin e udhëheqësës së Inses në kompaninë YSC Wind and Solar Construction, e regjistruar me 1 dhjetor 2022 me kapital prej 1 milion euro. Kosova Press kërkoi komente dhe nga Inses, kompania e kontraktuar prej Termokos për projektin e studimit të fizibilitetit për mbulueshmërinë e Prishtinës me ngrohje për të mësuar lidhjen e udhëheqësës së këtij biznesi dhe burrit të saj me Driton Hysenin, lidhje kjo që edhe u konfirmua.
Nga këtu thanë se në vitin 2022, personi në fjalë ka qenë angazhuar në një konsorcium ndërkombëtar, i cili kishte interes për zhvillimin e 2 projekteve të ndara për prodhimin e energjisë elektrike përmes sistemeve fotovoltaike. Në atë periudhë, sipas përgjigjes së INSES, edhe Driton Hyseni ka qenë i angazhuar në këtë konsorcium. INSES, sipas faqes së internetit të saj, është një kompani e pavarur kërkimore dhe konsulente specializuar në projektim, analizë dhe modelim në fushat e eficiencës së energjisë së ripërtërishme dhe ngrohjes qendrore, përfshirë edhe vlerësimet mjedisore dhe sociale. Në këtë faqe nuk ka shumë të dhëna për ndonjë aktivitet që ka kryer ky biznes, as për atë se kush janë themeluesit, drejtuesit dhe udhëheqësit e tij.